tani? Për shkak të një incidenti çesharak, shiko se ç'ndodhi. Në rregull, tani mos dërhyje zgjidhëm. Si e keni hallin ju rinia? Pati ndonjë sher? Po, kishte, por oficer mbaroi. Jeni në makinë. Mund ta shpjegoni në stacionin e policisë. Çfarë? Në stacion? Por, oficer, shoqja ime s'kishte faj. Është i gjithë i faji im. Ju lutem mos e marrni. Do vini që të dy. Shkojmë. Oficer, ju lutem. Urdhëro djalosh. Shpresoj që asaj t'i pëlqej. Faleminderit. Do t'i pëlqej shumë. Urdhëro. Punë të mbar. Faleminderit. Urdhëro përsëri. Është mandolinë e bukur, e punuar me dorë. Po. Trupi është prej Drudëllinje. Nga e dije? Marr vesh nga pak. Ai i bie. Pak. Luaj nga njëherë. Më lejo vetëm pak. Ja, provoj atëherë. Jo, gjithsesi po nxitoj tash pak. Mere djalosh, mere. Të mbeten sytë të instrumenti. Bjeri të gjë. Mimtaz, shpirt, u vonove, shko ndërro rroba ti se Sibeli dhe tjerët po vinë nuk ka lezet kështu. Zemra, ke ndonjë qetësues në shtëpi? Çfarë ndodhi? Më dhem pak koko. Jo, a ndodhi diçka apo të shqetëson diçka ty? Është thjesht një lodhje, është një ditë mjaft e vështirë. Ozani. A i ndodhi diçka Ozanit? Po i telefonoj? Shpirtim. Të lutem qetëso pak. Ozani, e bëri një sherr. Çfarë? Por mos u qetësoti. Është mirë. Ai goditi një shok, edhe ai djali tjetër është mirë. Kur ndodhi? Sot në mëngjes. Ishte një djalë nga e njëjta klasë. Ai e sulmoi. Edhe? Që nga mëngjesi ka marrë gjithçka. Mundem për ta mbuluar incidentin, po më dhem koka. Më dhem nga të folorit me zyrën administrative. Të lutem, më jep një qetësues. Nuk përgjigjet. Ai është grindur që në mëngjes kurse ti po ma thua këtë mua tani. Jeta ime, nuk doja të ta prisha ditën, pastaj nuk është aq e rëndësishme. Mezi po ja dalim të bindim të shkoj në shkollë. Shiko çfarë po bën që në ditën e parë. Ozan, përse po e bën këtë? Zhiride, vetëm pak durim, mos u shqetëso, gjithçka do të shkojë mirë. Edhe ashtu vetëm kaq mund të bëjmë. Në rregull ti, shko ndërro rrobat, unë do shkoj të blej qetësues. Motor që shpërthejnë, spitale, ambulanca, tani makinë policie. Shiko, nuk kam lënë asnjë makinë pas sirene emergjence që kur kam ardhur në Ankara pa hypur, apo jo? E çfarë të bëj unë Aslo? Më thuaj çfarë të bëj? Mund t'ju shmangesh të lasheve. Mund të sillesh si njeri normal, për shembull. Po bën sikur nuk e pe çfarë ndodhi. Ai tipi mlodhi njerëzit e tij dhe më erdhi, çfarë duhet të bëja unë pastaj? Thjesht të rija aty dhe të haja dru. Ja, unë atë po them. Nuk ishe pse bëje sherr, mund të ishe kthyer dhe të ishe larguar. Duhet të tregosh se nuk je frikacak, apo jo? E ç'lidhje ka kjo tani? Pastaj ai mund të kishte lënduar ti ose dikë tjetër. E mori masimin e dur. Sinqerisht, mos më ngatro mua as pak. Ti ai që shkakton të lashe dhe krijon probleme. Unë nuk kam nga këto lloj problemesh. Jemi dakord? Ej, qetësoni pak ju aty. Çift jeni? Absolutisht jo. Imagjino një dorë të padukshme që të tërheq nga maja e kokës. Supet drejt? Ec tani? Mjekrën paralel? Kthehu. Barkun brenda? Jo shumë. Dua që me çdo frymarrje që merr të mendosh se sa femër e bukur që je. Jam shumë e bukur. Si ndihesh tani? Si mendje madhe. Bukur. Ashtu vazhdo të ndihesh.
sikur të shkonim te parukerja apo diçka e tillë për të bërë diçka me flokët dhe grimin, por tani është edhe vonë, do shkojmë nesër. Çfarë kanë flokët e mi mendoj se janë mjaft të bukur, madje më duken të lezetshëm. Qëndro drejt, fute barkun brenda. Mos e lejo trupin të varet. Nuk je një vajzë e shëmtuar që duhet të përpiqet të bëhet e lezetshme. Mos u dorëzo. Por dua që Ozani t'i pëlqej kështu, ashtu siç jam. Edhe unë dua një vajzë që e dëgjon nënën e saj, por nuk arrim gjithmonë atë që duam në jetë, Berçin. Rregullo grimin aty, babaju do të vijë së shpejti. Hajde. Në rregull. Ec shpejt, drejt. Kthehu. Fute barkun brenda. Kthehu. Shpresoj që të funksionoj. Djali yt është njësoj si ti, Selim. I njëjti inat, e njëjta kokëfortësi. Edhe ai më lëndon mua, më shkatërron. Sa më shumë përpiqem ta dua, aq më shumë më dhemb mua. O Zot, ku po gaboj unë? Përse po ma bën të përjetoj këtë? Ec. Brenda është komisari Bajram? Po, shef. Ec. Më falni zotëri oficer. Duhet të telefonoj urgjentisht nënës time. Telefonin e kam në çantë. Si do ta bëj këtë? Do t'i telefonojnë oficerët e tjerë. Kur do i tregojnë? Pas pak. Por duhet të telefonoj me një herë unë. A mund të ma jepni telefonin tuaj për 2 minuta që ti telefonoj? Është në rregull Aslo? Unë të thash pas pak, qetësohu tani. Por e Gjora do të jesh shqetësuar shumë tani. Të baktin të telefonoj që ti tham ja mirë. Edhe nëna jote duhet jetë shumë e shqetësuar. Shumë mirë të tha, pas pak. Po flas për nënën time. S'mund ta besoj. Në vend që ta mbështetesh atë burrin, pse nuk më mbështet pak mua? Aman, më Aslı. Hajde hape atë telefonu të shmenda nga meraku me vajzë. Hedije, ç'është kjo? Ashtu, bilet vëlla. Shkruan Ankara Izmir, që bë? Unë tash më thash të ikim, më vëlla. Sonte. Shkruan ora 10. Po. Si është puna, Hedije? Pse ikën kaq papritur? Ka diçka që nuk e dim? Jo, vëlla, sigurisht që jo. Ç'është kjo, sikur po harratisesh? Ashtu, Xhengizi, ai kthehet sot ose nesër. Do të jetë duke u munduar atje, vetëm me punët e shtëpisë dhe gjithçka tjetër. Dhe regjistrimi i Aslët u bë. Ndihem e lehtësuar tani. Kjo është arsyeja pse po mendoj të iki pa tu bërë më barr. Hedije, mos fillo prap. Barr, thot. Unë zemërohem me ato shprehje. Ti po thua se je barr për vllajën tënd. Ai bëhet barr dikush vllajt? Tashmë jam i mërzitur që nuk mund të të prisja siç duhet. Kurse ti më thua barr. Vëlla, ti më bëre tashmë nderin më të madh duke e marrë Aslën në shtëpinë tënde. Do të iki me mendjen time të qetë. Nuk është mirë kështu. Duhet të kishe qëndruar disa muaj. Vëlla, shpirt. Unë edhe ashtu do të vi më shpesh. Pastaj gjithmonë do të mendoj për Aslën edhe mua do të më marrë malli për të gjithë. Por herën tjetër që të vit premtoj se do ri më gjatë. Mirë. U bëf si të jetë më mirë.
Ti e di vetë planet e tua. Kjo është shtëpia jote. Mbesa ime është në kujdesin tim. Mos u shqetëso. Zoti të bekoft, valla. Sa mirë që të kam. Edhe unë ty. Hajde, në tryez. Në rregull, po vi, sa ti telefonoj edhe një rastlet. Tarik, e vajza ime dashur. Gjagji me mtas? Ku është Gjylideja? Shkoj të rregullon të grimin, kthehet shpejt. Mirë se erdhat. Ai, sa e bukur që n'ke bërë Edhe ti. ti e mrekullueshme. Mirë se erdhe Tarok i dashur. Mos ke qarti? Ku është Ozani? A është në dhomën e tij? E telefonova, nuk përgjigjet në telefon, ndoshta ka ndonjë punë për të bërë. Por do të vijë apo jo? Sigurisht. E janë t'ju bëj kafe derisa të vijë ai. Urdhroni ju. Pritet të ndihmoj ty unë. Mbaje çantën ty. Hajde Tarik. E kuptoj sherin sot në mëngjes. Hajde ule. Tha se do të shkoj. Unë këm gula, por jo. Tha se do të vi përsëri. Prandaj doli Hedia sot në mëngjes herët për të bler biletën. Me sa duket. Nuran, Ha shpirt. Hedia nuk po sillet fare normalisht. Mos ka diçka që unë nuk e di? Sinqerisht, Jashar, as mua nuk më thot asgjë ajo. Nëse ti di diçka dhe nuk po ma thua, ndoshta është siç thua ti. Ndoshta ka diçka për të bërë, prandaj shkon. Ndoshta mundet. A e thritë të aslën? E thiri halla, por nuk përgjigjet. O, zot. Ndoshta ende është në bibliotek. E ku është halla? Brenda është në dhomë? Hall? Sinqerisht, çfarë mund të them djalosh? Më çove në një botë tjetër. Zoti ta bekoft zemrën dhe dorën. Faleminderit. Është gjë e rrallë të gjesh dikë që luan me zemër si ti. Kjo është melodi pasioni. Duke qartë që je i dashuruar, nuk do të mund të luaje me kaq pasion. Tani, mua më duhet të ik. Mere, po ta bëj dhurat. Jo, sta, punë që s'bëhet kjo. Bëhet. Vetëm dikush si ti e di vlerën e këtij instrumenti. Dëgjo, nuk mund ta pranoj këtë. Është dhuratë shumë e shtrenjtë. Po, sikur ta blion këtë? Nuk dua para. Ka gjëra më të rëndësishme se parat në jetë djalosh. Duket se je djalosh i mirë. Pranoje këtë dhuratë. Mirë. Nuk dua të fyej ty. Faleminderit që më konsiderove të denjë për këtë instrument. Të uroj fat me të, vazhdo të luash me dashuri dhe zemër. Të faleminderit. Mirëmbëç. Faleminderit, ditën e mi. Gjylide, ke të drejtë që je e mërzitur, por nga këndvështrimi i Ozanit nuk duket kështu. Ai po bën atë që mendon se është e drejtë. Tarek, a është gjë e duhur të godasësh dikë ditën e parë të shkollës? Sinqerisht, pavarësisht se ç'thua, unë jam dakord të jap kohë Ozanit, pra ai po përpiqet, dëshiron ta rregullojë jetën e tij. Pajtohem, Ozani është njeri i mrekullueshëm. Do ta shohësh. Ozani s'do të na zhgënjej. Unë e besoj këtë me gjithë zemër. E di që ai do t'ja dalë me sukses, Gjylide. Edhe ti e beson këtë. Këto janë vetëm dhimbjet e shërimit. Ki durim të lutem. Faleminderit Tarok. Ma qetësove mendjen. Shpresoj të kesh të drejtë. Më falni. Urdhroni. Po, unë jam. Çfarë? Si? Më thoni ku ndodheni tani? Në rregull, oficer. Po vi me një herë atje. Çfarë ndodhi? Ozani është grindur përsëri. Është në stacionin e policisë. Çfarë do të thuash? Përsëri? Nuk e di, më tas, hajde të shkojmë.
Sibel, shkoni në shtëpi. Mirë, në rregull, po shkojmë ne. Qetësohu e dashur tani. Do thosha që ja ka ullur zërin në bibliotek, por është e çuditshme që u bë kaq vonë. Më duket po telefonon. Urdhroni? Po, jam nëna e saj. Në stacionin e policisë. Prit një minut, nuk e njoh shumë mirë Ankaranun. Si t'ja jap telefonin vëllai tim, vetëm pak. I tregoni atij se ku duhet të vim. Urdhroni, zotri oficer. Është në polici. Çfarë ndodhe? Nuk e di, pati ndonjë sherr apo diçka të Në rregull e di. Stacioni i policisë sa hyn në fillim të qytetit. Në rregull, po vim me një herë. Nxitoni, hajde shpejt, hajde. Pas pak do të marrim deklarat, prit aty. E si shkoj? Ata më bën pyetje dhe unë përgjigja. E po çfarë ndodhi, si ndodhi, gjëra të tilla. Ozan, birim, a je mirë ti? A mund të qësojmë të gjithë, jemi në polici. Çfarë ndodhi, Ozan? Me kë bëre sherr? Në rregull, Mimtaz, qetësohuni të gjithë. Ozan, a dhe deklarat? Kësa i morën deklaratën, mua do të më thrasin pas pak. Mirë, mos u shqetëso. Do t'i rregullojmë gjitha. Tani më tregoj gjithçka nga fillimi, hap pas hapi. Batu me shokët e tij më rrethuan dhe deshin të më rrihnin. U përleshëm bashkë, kaq ishte. Kur ndodhi kjo? Kush ishte aty pranë? Më tregoj gjithçka nga fillimi tani. Mos ka diçka që s'më ke treguar, a? Jo, Xhaxhitarik. Si të thash. Patëm vetëm një grindje të vogël me grushte. Kur më rriti policia, gjithçka kishte mbaruar. Është radha jote, zotri, urdhëroni. Unë jam avokati i tij. Mirë, urdhëroni. Hedje? Nën? Asla, çfarë bën në stacionin e policisë? Do të më pushoj zemra mua? Nën, shpirt, të lutem qetëso. Unë nuk kam faj as pak. Puna ime gjithsesi mbaroi, hajde ulu pak. Asla, u friksuam shumë të gjithë. Bi, çfarë ndodhi? Na tregoj që nga fillimi. Hajde, mund na i tregosh të gjitha në shtëpi. Merre portofolin dhe gjërat e tua, të ikim. Mos të më shiko ashtu. Thash që po ikim. Nën, ulu 2 minuta po të them. Hajde lëviz. Një sekond. Nëna jote, besoj. Po. Përshëndetje. Zonjë, a mund të flasim një moment? Pra të rinj tjerë, donin të vazhdonin sherin e mëngjesit të sotëm, komisar. Ozani nuk është fajtor. Përkundërzi, ai është viktima. E kuptoj. Këtë e tha edhe vajza. A do të ngresh pa ditë, djalosh? Në rregull. Ki kujdes mos futesh përsëri në të lashe. Mund të ikësh tani. Më vjen keq, është krejtësisht normale që të reagosh kështu kur e sheh vajzën tënde, këtu të kuptoj ty. Fatkeqësisht ndodhi një incident i pakëndshëm. Por më beso djalin nuk ishte qëllime të këqija. Në rregull, nuk ka rëndësi, thjesht mos lejo të ndodh përsëri. Hajde Asli, të ikim. Në shpirt, a mund të presësh? Sa të vijë edhe profesor Tariku, edhe ai duhet të jetë shumë i shqetësuar. Bi, po të them se e kemi me nxitim lëviz. Ja, të paktën të marr çantën. Gjithsesi po shkojmë në të njëjtin drejtim, nëse doni mund t'ju çojmë ne. Faleminderit shumë, por nuk ka nevojë, ne mund të shkojmë vetë. Asla, hajde nxito. Ditën e mirë, ditën e mirë.
Ozan? Në rregull. Asla ku është? Erdhi nana. E kishin me ngut dhe shkuan. Mund t'i kishim quar ne? U ofrova, por nuk pranuan. Ozan, ti a je mirë birë? Dëshiron të shkosh në spital apo diçka tjetër? Nuk ka se shtë duhet ti se si jam unë. Mos bëj sikur të intereson. A mund të ikim që këtu? Mirë, hajde shpirti nënës. Po, na u desh të largoheshim shumë shpejt. Në fakt thash të prisnim, por nëna ime nuk donte të priste. Mirë, shihemi nesër në shkolla atëherë. Bëjni të fala shumë Berqinit. Me shumë kënaqësi, natën e mirë. Profesorit Arik, ju bën të fala të gjithëve. Të falja të ketë. Sidomos ty nënë e dashur. Tha se s'mundi të takonte pas i larguam. Nën? Kur më? Nuk du të afrohesh atyre njerëzve. Më dëgjove mua? Cilëve njerëz? Atyre njerëzve nuk du të afrohesh më. Aslë, kaq. Nuk e rrita vajzën time që të mbledh fëmijët e të pasurve nga spitalet e komisariatet. Nuk do të ngatrohesh më me ata njerëz. Do të shkosh në shkollë, do të kthehesh ashtu si shkove. Nuk do të flasësh djeve apo vajzave të tyre, asnjë fjalë të vetme. Nën, a mund të qetësohesh, të lutem? Nuk mund të qetësohem. Do ta mbash kokën ulur, do të më dëgjosh çfarë të them, kaq. Shpirta, je mirë. Ne jemi shkollë e vjetër, Osman. Nuk do e shkelim miqësinë mes nesh vetëm se djemë bëjnë shaka. Pra, mos u shqetëso, lutem. Gjithçka do të jetë në rregull. Faleminderit zotim Mimtaz. Më vonë mësova se ishte djali yt ai që ka rrahur baton. Po ta dija do t'ja kisha hequr veshin. A është mirë djali yt? 4-5 gërvishtje e mori mësimin dhe ul. Shpresoj edhe yti të jetë mirë, mos u shqetëso ti. Por ende nuk e ka marrë mësimin. Prandaj të thira këtu. Do të bëjmë diçka së bashku ne. Fal teje, zoti Mimtaz, fillova 10 tendera që më ndihmove. Më ndihmove shumë të kem pasuri. Urdhro, të dëgjoj. Mos lëviz fare shpirti mamit. Ta solla në rast se kishe uri. Nuk të shqetësoj ty, do t'jem brenda unë. Dukesh e pak e friksuar sot. Ti je mirë, apo? Mirë jam. Shumë mirë jam. Është një ndjesi shumë e çuditshme, a e din? Çfarë ndjesie? Ajo frika. Ajo frika që ndjen për fëmijën tënd. Fillon që në momentin e parë. Dhe nuk ndalet më asnjëherë. Që kur linde ti, kur të mbajta për herë të parë në krahët e mi, gjitha ato frikra. Nuk po flas për dhimbjen e lindjes apo shtatzanis. Të gjithë dhimbjet në jetë, pavarësisht se sa të mëdha, të gjitha u zhdukan.
e mbështete kokën këtu. E gjitha mori fund. Dhe në vend të saj, erdhi një ndjenjë që nuk e kisha provuar kur. Një engjëll që nuk i kishte hapur sytë ende. Sa e çuditshme. Pastaj u shfaq në pyetje në thellësi të zemrës. Po sikur t'i ndodh diçka. Po sikur të lëndohet. Po sikur të mërzitet. Sa po fillove të ecësh, po sikur të bjerë apo të lëndohet. Po sikur të më ndodh mua diçka. Po sikur të mbetet pa nën. Është një frikë e tillë që të depërton aq thellë në zemër, sa ndonjëherë humbet veten. Por me kalimin e kohës u mësova. Julie, thash me vete, mendoj se kështu është të jesh nën. Mendoj se kjo është ajo që e ndan Juliden që unë njoh nga Julidia që është nëna e Ozanit. Kjo është frika. Ajo largohet kur e përqafon. Por pastaj fillon përsëri. Me pak fjalë, jam mësuar të jetoj me këtë frikun, mos u shqetëso për mua, shpirti mamit, mos u shqetëso. Ozan, a mund të përqafoj ty shpirti nënës? Mos u ngrys ashtu ti, do të varen faqet. Pra Tarik, çfarë ndodhi më pas? Kjo ndodhi më pas, Sibel. Policia i çoi Aslan dhe Ozanin direkt në polici. Ua. Po më vjen mendja vërdall. Kam 6 orë mësim nesër, nëse më lejoni unë po shkoj. Natën e mirë, dashur. Ja, pranon? The se ajo vajzë nuk do të ishte problem. Sa po Aslı doli nga biblioteka, ajo shkoi të takonte Ozanin. Madje shkon edhe në stacionin e policisë së bashku. Edhe? Ozanit i pëlqen ajo vajzë. Edhe Aslıt i pëlqen Ozani. Një ditë një princ vendosi të martohej. I sollën 3 vajza të reja. Njëra ishte një kuzhiniere e jashtëzakonshme. Ishte mjeshtre e të gjitha llojeve të gatimet. E dyta ishte shumë e dhënë pas mamësisë. Premtoi t'i jepte princit shumë fëmijë. E treta ishte shumë inteligjente. Ajo kishte inteligjencën për të bërë princin mbret. Sipas teje, me cilin u martua princi? Me cilën? Me atë më të bukurën. Vër kremin e natës.
Kushërir, mos mu zemro për do të them diqka. Ma thuaj. Nëna jote ka të drejtë. Nuk duhet të ndërhyj, por mendoj se duhet ta them këtë. Edhe unë mendoj që është gabim t'i afrohesh Ozanit dhe atyre përreth tij. Duhet them, vetëm të lashe dhe dëme do të na shkaktojnë. Kushta që unë doja t'u afrohesha atyre, Eylül? Pse po më akuzoni për diçka që nuk dua ta bëj? Pse të gjithë po e thoni këtë? Sepse ishe në stacionin e policisë me Ozanin para disa ore, Aslë. Në rregull. Ke të drejtë. Nga tani e tutje unë do t'jam më e kujdesshme. Edhe nëna ime u zemrua shumë. Po pra, edhe unë shumë u friksova për besë. Po, ta shpjegova shumë qartë tani. A ka ndonjë gjë për të cilën ende po mendon Osman? Jo, zotërim tas, në rregull. Në rregull. Do t'ja shpjegosh djalit në të njëjtën mënyrë. Thuaj të mos bëj pyetje, por të bëj atë që i duhet, në rregull. Me qëra fjala. Nëse bën ndonjë gabim, do të përballet me pasojat. Duhet ta dish këtë. S'do të ndodh gjë, do ta paralajmëroj. Dhe mos harro, ti nuk e ardhur kur këtu dhe nuk e folur fare me mua. Në rregull? As kam parë gjë, as kam dëgjuar gjë. Hare të shohim zotë Ozan. Do e shohim tani se kush kujt po i shkakton të lashe. E sigur që ka diçka mes tyre. Aj! O, zoti madh. Jo, po të them. Më thua për një djalë që e njoh prej vitesh. Nuk po ndodh asgjë midis asaj vajze dhe Ozanit. Zemër, unë e parandjej këtë. Kush i pëlqen kujt? Sa shumë i pëlqen njëri tjetrit? A nuk i pëlqen fare? A ka një të ardhme së bashku? Apo thjesht thjesht një lidhje e përkohshme? Mund ta lexoj si një libër në momentin që mbyll sytun. Pavarësisht nëse të pëlqen apo jo. E sigur që ka diçka mes tyre. Mos thuaj pastaj që nuk të thash. Jo, po të them, jo. Do e shohësh. Dhe kur ta shohësh, atëherë do ta kuptosh. Ha? Ja, Ozani po vjen. Përshëndetje. Si je? Përshëndetje Berqin, mirë jam, si je ti? Mirë, po shkoj në mësim. A do të vish edhe ti? Po, do të shkoj. Ozan, e mora vesh ndodhin për mbrëm. Ba tu bëri prap ndonjë budallallëk. Të shkuara. S'ka problem, çështja e u zgjidhma. Ç'kemi Aslo? Si je? Do të merja një çaj, do edhe ti? Unë do të marr. Unë jo. Çfarë ke, mos je e mërzitur? Ozan, jam e zënë. Nëse nuk e asgjë të rëndësishme për të thënë, dua të shoh punën time. A ka ndonjë problem? Po them se duhet të përgatitem për mësim. Do ta dija për nder nëse do e pije çaj në një tavolinë tjetër. Ozan, hajde, shkojmë te tavolina jon, mund të shohim shënimet. Lër edhe Aslën të mësoj. Ç'kemi, Ozan? Shok, them të mblidhemi të gjithë sonte. Mund të mësojmë edhe të drejtën romake së bashku. Si thua, Pelin? Unë kam ca punë për të bërë, po studion jo. Por ti, Ozan? Të shohim të kalësh disa vite në burg. Unë do të kënaqem me nënën tënde. Si është puna? Që ke atë ftyrë? Që ke këtë qëndrim?
Nga tani e tutje dua të rish sa më larg meje. Ti mua më sjell vetëm të lashe. Unë dua të përqendrohem në studimet e mia dhe të mbaroj shkollën. Ky është I gjithë plani im. Do e vlerësoj nëse e bën këtë. Në rregull? Si të duash ti. Ja ku është. Ti shko andej. Oficer, ky është ai tipi që ma hodhi nga muri. Lëviz, do të vish me ne. Çfarë po ndodh përsëri? Çfarë po ndodh? Çfarë po bëni këtu? Ka një denoncim kundër teje për dëmtim të qëllimshëm trupor. Do të vish me ne në stacion. Lëndim trupor? Si ashtu? Nuk e di se çfarë po kurdiz batu, por ta dish se do të më paguash për këtë. Më beso do ta paguash. E dëgjoni oficer, ai ende po më kërcënon. Po bëj ankesë. Eja, Ozan? Po. Ta shohim tani kush kë po e shqetëson, zotri Ozan. Zhulide, e dashura ime, kam disa lajme shumë të këqija për ty, por të lutem mos u frikso. Qëndroj e qetë, në rregull? Aslı, çfarë po ndodh përsëri? Nuk e di, Eylül. Por do ta zbuloj. Kush e bëri këtë? Përse je kështu? Ozan, I thash të mos e bënte. Të mos më godiste, por ai nuk më dëgjoi. Pasi më goditi me shkelma në tokë, më shtyu poshtë nga një mur disa metra I lartë. Ozani, ty, a është përbindësh ky njeri? Batu mos fal budallallë që për hir të Zotit. Ti isha dje? E pesi u çmend, sa I zemëruar ishte. Ju luta të më lindte gjallë. Ai më ndoshi gjatë gjithë rrugës, ku nuk isha më këtu iki, ai më shtyu poshtë. Hej, Aga, shiko sa largë është shkolla. Mund të kisha lënë para dere. Do të shkosh deri atje në këmbë? Vlla, këtë është shumë mirë. Ja me mua, duhet të pyes diçka. Ho, zoti I madh. Oh, shiko. Çfarë gjë e bukur. Punim kërshehiri, si duket? Zot na ruajt nga syri I keq. Pash Zotin, për mua? Jo. Si do qoftë. Dëgjoj, nuk mund ta gjeja valigjen që doja në dyqan. Duhet të më gjesh një valigje të fortë, se nuk është e sigurt kështu. Kjo punë është e mbaruar. Shihemi në mbrëmje. Shihemi, Aga. Ku do ta gjej Nurani një dhëndër si ti më thuaj, ajo duhet të pu dhe të vendos në pjedestal. Mashallah, je shumë I pashëm, je shumë inteligjenti. Nën të them diçka. Gjysmën e mendjes se kam tek e Lyli, gjysmën tjetër te kompenzimi prej 300.000 lirash. Të betohem, duhet të nxitojmë. Mirë, por ashtu këto gjëra nuk bëhen kaq shpejt, Koraj, ti duhesh ta dish. Do të merrem unë avash me këtë punë. Si avash? Më shiko tani, prit. Unë do të shkoj te Nurani nesër me ndonjë pretekst për ta testuar në mënyrë delikate dhe për të parë nëse po del me dikë ajo. Shiko, nuk na shkoj në mendje kjo. Po sikur të jetë serioze? Po sikur. O zot, çfarë do të bëjmë tani ne? E po mund të themi thjesht, e po që të bëjmë, do të kërkojmë diku tjetër, apo do të kthehemi, apo jo Koraj, do të zgjedhim. Shikoja fytyrën në nëstënde, shikoja,
A dukem si kur do ta lija ndonjëherë atë vajzë të shkonte me dikë tjetër? Jo, betohem se jo, tu bëfsha kurbanën ty. Po dëgjoj tani çfarë do të them unë tani. Tani do të shkosh te vendi ku ajo punon dhe do ta tregosh veten tënde një herë. A më dëgjon? Ha, kjo është ide shumë e mirë. Ta shkoj të tregojmë pak, apo jo? Ozani nuk do ta bënte këtë. Është një keq kuptim që sharak ky. Djalin nuk do ta lëndonte dikë në atë mënyrë asnjëherë. Dëgjoj më tha vet, ata patën një grindje të vogël, të tjerët ikën me vrap. Unë nuk di më çfarë të besoj, Zhylide. Nuk po e njoh më djalin ton. Dje plasën 2 grindje. Javën e kaluar ai vuri flakën një motocikletën mes shkollës. 10 njerëz mund të ishin plagosur. Ai asgjë nuk e mendoi këtë. E ra urojnë në sigurisë. Dhe kjo situata sot nuk di më çfarë të them, Zhylide. Nëse shpallet fajtor mund të dënohet me 5 vjet burg. Nëse ndodh diçka e tillë me tas unë do të vdes. Nuk mund të jetoj. Zhylide, ku është Ozani? Në paraburgim është. Tarëk bëj diçka. Po thon 5 vjet, po flasim për burg. Në rregull, Zhylide, një herë të flasim, pastaj e rregullojmë, gjithçka do të rregullohet. Burgosi e them, Tarëk. Qetësohu. Do të flas me një komisar. Ti ri këtu, dakord? Unë po shkoj në shtëpi. Në rregull, bëj kujdes. Mirë se erdhe, Jas. Mirë se gjeta. Shihemi në shtëpi, Eylül. Bëj kujdes. Çfarë i ndodhi Aslit? Çfarë ka? Çfarë mund të jetë? E gjora për paguan çmimin që ngatrua me të pasurit. Gjatë 2 ditëve të fundit ka qenë në stacionin e policisë. Pak më parë erdhi policia, e mori Ozanin. Ozanin? Pse? Për shkak të incidentit me Batun? Po, por është bërë pak më e madhe. E po mirë si do qoftë, nuk dua më të flas për këtë temë. Si ishte ajo shprehja, të pasurit e bëjnë të varfërit e hanë. Të pasurit shkaktojnë të lashe, ne jemi ata që pasojmë nga kjo. Nuk ka nevojë të merremi me këtë. Eylül, dëgjoj, mos më keq kupto. Por ti ajo që vazhdon të përmend këtë. Sa herë që flasim, biseda gjithmonë kthehet tek ajo. Çfarë ashtu? Do t'i mbrosh përsëri të pasurit me sa duket? Jo, pse ta bëja unë? Edhe ata janë njerëz. Kushdo mund ta bëj këtë. Sidoqoftë. Sidoqoftë, kam shumë punë për të bërë. E dje, ti më njeh mua. Nuk më pëlqen të ndërhyj në punët e askujt. Por u tregove shumë e ashpër me Aslën dje. Dua të them, vajza nuk bëri asgjë të gabuar. Ajo ishte aty për të ndaluar shokun e saj. Ai nuk është shok, motër. Nuk dua që fëmia im të hyjë të dalë nga vendet që nuk i njeh. Nuk dua. Shpirt, përse nuk do t'i njihte? Janë të gjithë fshinjët tanë, ti e di, dhe janë madje në të njëjtën shkollë. Motër. Jetët e tyre janë ndryshe, jetët tona janë ndryshe. E kupton apo jo? Nuk ka nevojë të ndërhysh as pak. Nëse ajo nuk më dëgjon dhe vazhdon t'i shohë, atëherë e di unë se çfarë do t'i bëj. Çfarë ndodhi Tarëk? Ola me komisarin, do ta lirojnë menjëherë, por i ndalohet të dalë nga qyteti. O, sot. Të falenderoj ty, a mori fund tani? Fatkeqësisht jo. Ozan, shpirt, a je mirë? Policia tani do t'i shqyrtoj gjitha provat dhe dëshmitarët.
me qenë se u ndaluat së bashku dje, do të marrin edhe deklaratën e Aslës. Kështu që është ide e mirë të flasësh me Aslën. Nuk bën. Mos e ngatro Aslan. Po Rozan, Le të bëhet çfarë të bëhet. Nuk ka pse tu prishësh qetësi njerëzve për shkak të marrëzive të mia. Birë, po kërkojnë 5 vjet burg. Tani, a do ta mendojmë për prishjen e qetësisë? Zhylide, në rregull zem, në rregull. Të lutem qetësohu pak. Po, të mos flasim këtu, shkojmë në shtëpi. Hajde. Profesor Tarik, erdha në shtëpi sepse nuk kam mësim. Jam në lagje tani. Sigurisht? Sigurisht që do vi? Do të vi pas pak, në rregull. Mirë. Vajza ime? Mirë se erdhe. Në shpirt, mirë se gjeta. Si ishte shkolla? Mirë, erdha në shtëpi pasi mbaroi mësimin. Mirë. Me atë djalin problematik dhe miqtë e tij të pasur nuk u takove, apo jo, vajza ime? Jo, nuk e takova. Të lumt, vajza ime e bukur. Në shpirt. A mund të shkoj deri te marketi unë? Po më ha diçka, ndonjë ushqim i lehtë. Në rregull, do të vi edhe unë. Jo, nuk ka nevojë. Ti rri këtu, unë do shkoj kthehemi një herë. Mirë. Pse nuk po e vë këtë në bagazh? Çfarë të bëjmë me këtë tani? Por aga, ti ja nuk më the ta pastroja makinën komplet. E thash, por a thash sot? Thash ndonjëherë. E po nga ta di unë, vendosa që ta bëja sot. Kisha frikë mos lage ose mos i ndodhte diçka në bagazhin e makinës. Kështu që e solla tek ti. Prit, mbaje. Tani po shkoj ta marr makinën. Kthehem për 2 minuta. Prit pak. Vlla, shiko. Unë pulem afër cepit. Më telefono kur të marrësh makinën. Mund të më marrësh nga dalja e kampusit, por mos hyj në makinë e kampus, në rregull? Në rregull, aga. Pas batus, duke bërtitur reja këtu, por unë nuk mund ta kapja. A i bërtiti apo e kërcënoi? A i bërtiti do të vras ty. S'pe asgjë tjetër veç kësaj, apo jo, si për shembull ta hidhte nga muri apo ta shtynte. Jo, nuk pash. Kjo është shumë keq. Përputhet me atë që tha Pala paditëse. Ozani mund të marrë dënim Zhylide. Jo, Tarëk. Ozani nuk mund të shkojë në burg. Asla, thuaj të kundërtën e asaj që pe. Thuaj se nuk vrapoj pas, thuaj se nuk bërtiti, thuaj pikërisht të kundërtën. Por mos lejo që jeta e Ozanit të shkatërrohet. Zhylide, kjo do të ishte dëshmi e reme. Do ta vinim edhe Aslën në rrezik. Çfarë ndodhi? Më fal, kërkoj shumë ndjes. Unë nuk e prisja të friksohesh e kaq shumë. Kërkuan toste nga bloku C, po aqoja dhe mendova të ngacmoja kur të pash. Ti më fal mua. Kur më mbyllë syt ashtu papritur, të kërkoj falje. Po ky instrument? A mund ta shoh? Sigurisht. Prit një minut. Unë e di këtë? Po, kjo është instrumenti që e pam bashkë, apo jo? Po. Por kjo ishte shumë e shtrejt. E po... Zhylide gënjeshtra vetëm sa do t'i përkeqësoj gjërat. Por mos u mërzit pra. Do gjej një mënyrë për ta nxjerrë Ozanin nga kjo. Asla. Më fal, mua nuk dija se çfarë po thosha për një moment, kërkoj falje. Nuk ka problem. Zhylide, shiko, nuk je mirë. Eja të shkojmë në shtëpi.
Po më plas koka. A dëshironi që unë t'ju ndihmoj? Mund t'ju shoqëroj deri në shtëpi. Faleminderit i dashur, nuk ka nevojë. Ta rë klasi më vonë. Në rregull. Oh, sa keq, sa nuk kam haruar. Mere këtë formular, plotësoj dhe ma sill. Ç'është kjo? Është nga një organizatë jo fitimprurse që ofron bursa plotësoj, thuaj nënës ta nënshkruaj. Nuk është diçka shumë, por të paktën sa për para xhepi. Faleminderit shumë profesor, jeni shumë i kujdesshëm. S'ka problem. Hajde shkojmë në shtëpi së bashku. I merr gjitha dokumentet dhe do të shkojmë në stacionin e policisë. Do t'japësh deklaratën vetëm atë që pe. Në rregull, profesor. Të shkojmë. Ti si e bleve këtë? Do të më gjeta aq shumë para. Më shiko, mos vallë ti e... Jo, shiko. Nuk është ajo që mendon. Pronari i dyqanit më bëri dhuratë. Si ashtu? Pse do ta bënte dhuratë këtë? Ai më pyeti nëse di ti bija. I rash pak para ti. Ati i pëlqeu dhe ma dhuroi. Nuk doja të merrja, por ai vendosi të ma jep. Po shpirt. Pse dikush do t'jepte diçka kaq shumë të shtrejtë si dhuratë? E i lyll, se do gënjeja unë. Dëgjo. Ai më tha se ishe i dashuruar, dhe vetëm një i dashuruar mund të luante me zemër. O zot, edhe unë e hëngra këtë. Më shiko, thuaj të vërtetën. A mos more hua nga dikush? Çfarë huaje, Ylyl? Po them se ai ma dha si dhuratë, pse nuk më beson? Sepse është e pabesueshme. Nëjse, të shohim se çfarë do të dalë nga kjo. Mua më duhet të kthehem në punë. Asla? Ozan? Çfarë po kërkon ti këtu? Nuk duhet që të japësh dëshmi të rema. Nuk e kuptoj? E kupton. Nëna ime dhe xhaxha i Tariku të kërkuan të japësh dëshmi të rema. Nuk ke nevojë të rrezikosh vetëm për mua. Nuk duhet që ta bësh një gjë të tillë. Gjithsesi nuk kam ndërmend ta bëj. Do t'rregoj çfarë do të pash. Mirë. Doja të isha i sigurt. Ozan, a vërtet bëre diçka të tillë? A e hodhe batu nga i vendi që përmendën? E ku është ndryshimi? Pavarësisht nëse e kam hedhur. Ti vetëm duhet të tregosh atë që ke parë, mos u shqetëso për të tjerat. Dua të di vetëm të vërtetën. E pse? Sepse ndoshta dua të besoj se nuk je komplet përbindësh ti. Aslo! Nën? Po e gënje në nën tënde fare pa turp? Shkojmë në shtëpi, ec! Nën, çfarë po ndodh? Nuk du ta prekësh më vajzën time, më dëgjon? E solla këtu për të studiuar, jo për të zvarritur nëpër stacione policie. Tani shko shiko punën. Hajde! Vajz, ti po e bën këtë me qëllim? Ha? A nuk të thash të mos përzihesh me këta njerëz? Nën, a mund të qetësohesh pak? Nuk mundem, vajz, nuk mund të qetësohem. Nën, djalin me të cilin u grynd Ozani dje bëri pa di. Sot erdhi policia dhe e mori Ozanin në stacionin e policisë. Më kërkuan të tregoja çfarë pash. Kaç? Kaç ishte pra? Nuk ka asgjë për të friksuar. Bija ime? Vajza ime, shiko, unë po të flas për shkollën, për mësimet. Kurse ti po flet për të shkuar në stacion të policisë? Çfarë do të thuash që nuk e asgjë për të friksuar? Asla, më dëgjo me kujdes, vajz. Këta njerëz do të shkatërrojnë jetën ty. E kupton? Do të përdorin kur të shkoj për shtat dhe pastaj do t'i injorojnë kur të mbarojnë punë. Nuk do të ngatërohesh me ta, Asla. Nën, profesori Tarek po vjen të më marr. Të lutem mos bërtit, mos u lëri para ti, në rregull? Ai është i vetmi profesor që kujdeset për mua në shkollë. Të lutem. Asla, jo, prit, mos e hap!